Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 20 shtator 2025. Dashi. Ka diçka që nuk shkon, ju mund t'i jepni hapësirë të gjitha gjërave që ju pëlqejnë, por kini kujdes të mos lejoni që të tjerët t'ju prishin asgjë. Horizonte të reja, por në dashuri ka konfuzion. Demi. Orët interesante për të menduar për të ardhmen. Midis sot dhe nesër kontaktoni personin që ju pëlqen, mundësi për sukses me koston e heqjes dorë, studioni strategji të reja. Binjaket. Ju duhet të përpiqeni të shëroni disa çështje familjare ose financiare në pritje, pa fajin tuaj. Lëviz me kujdes sot. Gaforja. Dita që përfaqëson testin e lakmusit për shumë marrëdhënie që kanë pasur probleme në të kaluarën. Kujdes me parën, vëmendje në akuza. Luani. Sot nuk ju shqetëson, por asgjë për t'u shqetësuar. Nëse nuk ndjeni plotësisht të sigurt, do të jetë më mirë të mos merrni vendime të rëndësishme në dashuri. Virgjeresha. Ju mund të ndjeni të izoluar nga gjithçka ose më shumë i zhytur në mendime. Tension për të mbajtur nën kontroll nëse jetoni së fundmi ose ekziston një histori që nuk është në rregull. Peshorja. Në mëngjes ka gjallëri të dobët. Jeni duke jetuar në një periudhë që vë në pikpyetje atë që deri vonë dukej si siguri absolute. Akrepi. Jeni gati të ngjiteni në male dhe mos i nënvlerësoni takimet e reja. Mund të ketë shpenzime për një shtëpi ose investime të vogla për ata që munden. Shigjetari. Një kohë e mirë për të mbledhur kredi të vjetra. Ka nga ata që do të marrin informacion të mirë në këtë ditë. Britsjapi. Ndiheni plot energji. Emocione që kthehen dhe projekte për të bërë në çift. Ata që janë shumë larg partnerit të tyre, së shpejti mund të gjejnë sërish dashurinë dhe dita këshillon mirë. Ujori. E di që do të dërgosh dik në atë vend, por është koha të ngecësh. Edhe për një gjë të parëndësishme ose një debat mund të ndiheni shumë nervoz ose të paduruar. Peshqit. Ditë paksa nervoze, me vonesa të vogla për t'u parashikuar në kohë. Një ftohtësi e vogël nga partneri. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.